por kur ju me të drejtë e përmendni votat e VMRO-DPMN-s, atëherë me njerë bëhet fjalë për një mekanizëm, për një instrument partijak, për një aranjim, një inxhiniering politik partijak. Dhe duke pasur parasysh atë që bëri VMRO-DPMN nga zgjedhjet e fundit parlamentare, kur partitë që humbën zgjedhjet në bllokun shqiptar, i morin në qeveri duke mos respektuar vullnetin e shqiptarëve, është shumë e pritshme që VMRO-DPMN të tentoj të prish balanset, të imponoj fituesit apo udhëheqësit në komunat e tjera, madje tani ka paralajmërime se do të zgjedhë edhe kandidat shqiptar që do të kandidojnë si të pavarur, por me mbështetje të VMRO-DPMN-s, me nxitje të VMRO-DPMN-s në komunat shqiptare vetëm e vetëm për të humbur peshën politike të partive shqiptare, për të mos lejuar që partitë politike shqiptare të kenë ndikim në ato komuna, dhe kjo është vërtet shqetësuese dhe këtë nuk do ta lejojmë.